7 persona janë vënë në hetim pas protestës së opozitës të mbajtur në Tiranë, ku gjatë përplasjeve me forcat e rendit mbetën të lënduar 3 punonjës policie. Burimet nga policia bëjnë me dije se ndër personat e proceduar penalisht ndodhet edhe deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu. Ai akuzohet për veprën penale, organizimi dhe pjesëmarrje në grumbulline dhe manifestime të palishme. Ndërkohë, 6 protestues të tjerë do të hetohen për kundërshtim të punonjësve të policisë, goditja për shkak të detyrës dhe prishje të rendit të qetësisë publike. Gjatë protestës së 8 majit, mbështetësit e opozitës tentuan të lëviznin për tej perimetrit të përcaktuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit, me synim marshimin drejt Ministrisë së Brendshme, por u ndaluan nga kordoni i policisë. Përplasja mes protestuesve dhe efektivëve solli tensione në disa momente të tubimit. Forcat e rendit përdorën ujë me presion për të larguar protestuesit, ndërsa nga ana tjetër pati hedhje të lëndëve piroteknike dhe molotove drejt policisë. Si pasojë e incidenteve, 3 efektiv policie mbetën të plagosur dhe u transportuan në spitalin ushtarak, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. I lënduar mbeti edhe një protestues. Policia njoftoi se gjatë kontrolleve u sekuestruan molotov, sende të forta dhe materiale piroteknike të përdorura gjatë tubimit. Ashtu siç është paralajmëruar dhe nga drejtuesit e policisë së shtetit, efektivët nuk lejuan devijimin e marshimit jashtë itinerarit të miratuar, ndërsa protesta përfundoi brenda fatit 3 orësh të përcaktuar në lejen e dhënë nga autoritetet.